Në botën e muzikës ka njerëz që nuk i mësojnë fëmijët vetëm notat, por u mësojnë të ndjejnë, të besojnë dhe të ëndërrojnë. Sot ju sjellim historinë e një gruaje që për dekada me radhë ka qenë udhërrëfyese e talenteve të rinj, një edukatorëve që jetën e saj ja ka kushtuar fëmijëve dhe artit. Laurie Ibrahimi, profesoreshe e artit muzikor, pianiste, dirigjente, kompozitore dhe tekstshkruese, është një emër që lidhet ngushtë me edukimin muzikor të brezave të tërë. Përmes pianos, këngës dhe korit, ajo ka ndërtuar skena të vogla ku fëmijët janë rritur artistikisht dhe njerëzisht. Zonja Laurie, ju një jetë të tërë ja kushtuat muzikës, po kur ishte ai momenti kyç elementar kur e kuptuat se muzika për ju nuk është pasion, po është një jetë e tërë? Përshëndetje një herë, Xhanan, më vjen mirë që jeni art special për këtë intervistë këtu. Muzika është një pjesë e jetës, është shumë e vërtet. Unë që e vogël jam marrë me muzikë. Babi im ka qenë themeluesi shoqërisë kulturore artistike Xheladin Zeqiri në Tetov, pastaj gjenerat pas gjenerate, ne në shtëpi të gjithë kemi pas të mbjellur dashurinë për muzikë. Dhe me kalimin e kohës, me pjesëmarrje të ndryshme në për koncerte, në për evente të ndryshme muzikore, unë vetëm u kanalizova që duhet të punoj në këtë drejtim, sepse ma don shpirti dhe punoj me gjithë zemër këtë profesion. Thuhet se kur e don profesionin, atëherë nuk punon, po çdo ditë vetëm je duke u dashuruar. Të paktën kështu e thon ata që e duan punën që e bëjnë. Është shumë e vërtet, duke u nisur nga fakti që unë punoj me fëmijë, dhe fëmijët kanë një natyrë shumë të pastër, shumë të çiltër, nuk ka se si mos t'i duash ata, dhe ato njëkohësisht më imponojnë edhe më tepër atë dashuri ndaj profesionit dhe muzikës. I përmendni fëmijët, si e përkufizoni sot veten një artiste, një mësuese apo një edukatore shpirtërore, sepse edhe ajo, unë më shumë e vlerësoj atë shpirtërore se gjithçka tjetër, sepse në fund të ditës kur jemi rehat me shpirt, jemi rehat me gjithçka. Shumë e vërtet, dhe kjo është shumë e vërtet, nga arsyeja se përderisa pjesën më të madhe të ditës e kaloj me fëmijë, pasi që para dite punoj si profesoresh në shkollë, pas dite punoj aport private në piano dhe në këndim, unë gjatë gjithë ditës jam e rrethuar me fëmijë. Dhe ju përkushtohem maksimalisht e ndjej obligim moral që ato prindët kur i sjellin fëmijë, domethënë kërkojnë rezultat dhe më duket nëse nuk e bëj punën siç duhet, nuk e kam përmbush veten. Ndërsa përmbushja më e madhe vetes dhe ajo ndjenja që nuk përshkruhet dhe nuk blehet me asgjë është koncerti, kur fëmijët performojnë, dhe kur dalin në skenë, performancat e tyre me të vërtet më ngjallin një ndjesi që nuk është normale, diçka mbi natyrore, diçka shumë e këndshme. E shihni se diçka ja keni arritur qëllimit për gjithë punën që e keni bë. Juve sapo përmendet edhe orët private që i mani në piano dhe në këndim, sa është e rëndësishme ajo puna individuale me një artist, me një fëmijë që ai sa më mirë ta koncepton punën e dashurinë për muzikën dhe normalisht të jetë vetja dhe sa më lehtë të mund të interpretohet, sa më lehtë të mund të shpreh gjithçka që ka brenda. Tek të gjithë fëmijët që i kam në orët private që i mbaj në piano dhe në këndim, duhet të punoj në mënyrë të ndryshme, për arsye se çdo fëmijë e ka atë karakterin e vet, dikush ka më tepër mundësi, dikush ka më pak, dikush ka më shumë talent dhe të tjerët kanë më pak, por unë mundohem që ta balancoj dhe të arrij të zgjedh forma dhe mënyra për të arritur tek fëmijët atë që unë e dua. Dhe që duhet në fund të kurorzohet me një dalje në skenë, të mësojnë fëmijët me skenën. Mbi të gjitha fëmijët muzika i ndërton, ju jep kulturë dhe ato nuk kanë kohë të merren me gjëra tjera, për arsye se një fëmijë që luan në një instrument në momentin që është i heshtur para instrumentit, ai nuk ka kohë dhe koncentruar, nuk ka kohë të mendoj për gjëra të këqija. Përmendet metoda të ndryshme përdorni. Cilat janë ato metoda që ju i përdorni tek secili fëmijë? Po mbaret, për shembull tek fëmijët kam pas raste që kur vjen fëmija është i mërzitur. Me një fëmijë të mërzitur, një orë në piano nuk mund të realizohet. Është shumë më pak në këndim. Atë fëmijë një herë duhet ta marrësh, ti flasësh, të mi tregoj hallet dhe problemet, të gjejmë një zgjidhje, të kënaqemi, të fillojmë qeshim, ndonjëherë edhe lotët ja ufshim.
edhe pastaj stabilizohemi dhe fillojmë. Bëheni edhe shok fillimisht, pastaj Shumë, shpesh herë them, unë te dera aty ku punoj e studios time ta vendoj profesoreshe pianos dhe psikologe, sepse ndryshe nuk mund të shkojnë këto gjëra. Muzika don që të kesh një qetësi shpirtërore. Sado që kemi probleme, se çdo kush ka probleme të hallet e veta, në momentin kur fillon të punosh, duhet të jesh i freskët, e koncentruar dhe pastaj kur të mbarojsh është çështja jote personale, do me thënë fëmijët janë shumë xhanan të ndihshëm, nuk janë si të rriturit. Ato ndoshta edhe një fjalë shumë e vogël pa dashje, në qoftë se të shpëton, ato menjëherë e marrin mbi vete dhe shqetësohen. Janë më si meduza, mund të mbledhin gjithçka dhe Po ka raste për shembull kur fëmijët vinë edhe 10 minuta apo 15 minuta apo pse erdhe, oj mësuese po s'm priça me të vi. Dhe kjo është ajo dashuri shumë e madhe, është një ndjenjë e papërshkruar, unë kënaqem kur ata tërë ditën e presin që të vinë, i presin atë moment. Vinë 15 minuta më herët dhe punojmë më tepër, por ama ajo fjala kur ma thot vi se s'm priça të vi, kjo do të thotë se Ju ka përmbush. po. E keni kryer aty obligimin tuaj, pra aty e shihni se keni punuar me dashuri dhe përkushtim. Nxënësit tuaj zakonisht kanë marrë pjesë edhe në gara ndërkombëtare ku janë dekoruar edhe me çmime të mëdha. Çfarë do të thonë këto çmime për ju dhe për kushtimi që e keni bërë dhe dashuria ndaj atyne fëmijëve? Tash të kthehemi pak mbrapa me kohën, në kohën e pandemisë kishte disa gara në Amerikë, në Bosnjë, në Ukrainë para lufte, të cilat zhvilloheshin online. Ne kemi punuar edhe në kohën e pandemisë me fëmijët dhe t'ju tregoj drejt as pak nuk e kam pas frikë të punoj, shkaku që nëse mbie në shtëpi, mund do të punoj dhe kemi bërë incizime, mandej online kemi konkuru dhe kemi marrë shumë çmime të mira dhe diploma, kuptohet, dhe kjo ndikon shumë pozitivisht, e rrit vetbesimin tek fëmijët, vetbesimin tek unë, është një gjë shumë pozitive. Motivin. Edhe motivin, si që thatë, edhe motivin. Kemi marrë çmime shumë të mira të para dhe çmime të dyta. E tani prej një vendim si që është Tetova, të konkurosh në Amerikë, në Ukrainë, edhe pse ato janë shumë zemërmirë, janë shumë njerëz të cilët e duan artin dhe ato lëshimet e vogla që i kanë bë fëmijët, ndoshta edhe i kanë bë sikur nuk i kanë vërejtur që ta motivojnë një fëmijë për garat e më tutjeshme. Më thoni, ju shpesh herë e thoni se puna me fëmijë është rutinë jetësore. Çfarë ju japin fëmijët emocionalisht dhe profesionalisht? Po, në fillim sa po hynë në derë, ai përqafimi i tyre, i mësuese, sot kam pas test, jam mërzite, i zgjidhim ato problemet, po pastaj kur luajnë bukur një pjesë muzikore, pastaj i incizoj dhe i shohin vetë fëmijët se si e kanë luajtur, ku duhet të përmirësohen. Mbajtja e koncerteve të ndryshme, kjo ndikon shumë në momentin kur ai del në skenë, impakti me publikun, këto të plotësojnë emocionalisht. Jo çdo gjë është materiale, unë e mendoj. Jo çdo gjë është materiale, ajo vjen dhe shkon këto gjërat emocionale të unë lënë gjurmë të pashlyera. Po, sa luan rol disiplina, durimi në këtë punën tuaj, edhe në përkushtimin tuaj që një fëmijë të delë sa më i suksesshëm dhe të thith gjithat informacion, gjithat gjëra që ju ja tregoni, ja thoni dhe tentoni ta mësoni. Durimi juaj luan rol aty, disiplina e fëmijëve, a janë këto dy gërsheta të cilat janë patjetër të lidhura me njëra tjetër? Po, shumë e vërtet, fakti që duhet të ketë shumë disiplinë, si nga ana e mësuesit, po ashtu edhe nga ana e fëmijëve, pika e parë është mos vonesa. Fiks duhet të jetë fëmiu në kohë, është mirë. Tani ka edhe vonesa, po sidomos tek mësuesi këto gjëra janë të pafalshme, nëse ai vonohet ose e lëshon fëmiun më herët ose nuk e jep atë maksimumin. Muzika është disiplinë në vetë xhanan. Në momentin edhe më herët e thash, kur fëmiu është i koncentruar dhe nuk flet, vetëm truri i tij është i fokusuar në partitura, në nota, dhe ajo ndihmon shumë që në një kohë 40-45 minuta ai të shkëputet nga bota reale dhe të hyjë në një botë krejt tjetër, dhe shpesh herë ju them fëmijëve sa më tepër të jeni të koncentruar. Harrojini të gjitha gjërat, detyrat, testet, tjetër botë. Dhe kjo është disiplinë në vete. Pa disiplinë, sukses nuk ka. Për Tetovën, fjala Blexat luan një rol shumë të veçantë. Njihet Tetova për festivalin Blexa, ndërsa ju jeni që 20 vite edhe dirigjente e korit
Pikërisht, më thoni çfarë vlere ka kjo te ju që ju ka besuar për plot 20 vite ta dirigjoni atë festivali i cili është tani me emër shumë të madh për të gjithë vendin, jo vetëm për Tetovën, se kemi edhe nga Shkupi edhe nga vende tjera që vinë dhe konkurrojnë pikërisht në këtë festival. Është e vërtet kjo që unë identifikohem atë që jam dirigjente e korit të Blecave, nuk e di fëmijët vetëm afrohen, ende pa filluar festivali, ato veç më mësu se kur do të fillojmë me provat, kur do të bëjmë festivalin. Është një eksperiencë shumë e gjatë, kemi një bashkëpunim shumë të mirë me televizionin Koha, të cilët edhe organizojnë këtë event shumë të rëndësishëm, është i vetmi festival në Tetov, nuk ka tjetër për fëmijë. Edhe kori është një angazhim shumë i madh. Aty kam afër 50, ndoshta 60 fëmijë, të cilët të gjithë duhet të menaxhohen në mënyrën më të mirë të mundur. E tani ka fëmijë të cilët janë më çapkën, ka fëmijë të cilët nuk mund të mësojnë tekstet, nuk i bëjnë lëvizjet, kemi prova të vazhdueshme në mbrëmje. Dhe në fund kurorzohet me daljen në skenë, ato e duan skenën dhe shpesh u them fëmijë, keni shans që të dilni, të shihni si është të dalish të performosh para një publiku shumë të madh. Dhe janë shumë të disiplinuara, vajza i kam të gjithë, edhe unë i ndjek dhe them mësuese më thonë shpesh, mësuese nëse gabojmë, ju shoh nga publiku, kujtes si do të veproni, nuk do të flisni, nuk do të qeshni, nuk do të bëni prindërve me dorë, sepse ka, si që tha më herët, ka një disiplinë edhe kori. Sepse unë jam rritur me korin që në shkollë fillore, kam qenë në skenën e këtij pallati ku e bëjmë sot intervistën dhe sa herë që hy këtu e ndjej ata romën e asaj periudhe, ato koncerte që kemi pas të ndryshme dhe kori kërkon shumë disiplinë. Po jashtë asaj edhe kam kompozuar këngë. Ja të them se nuk dilni nga bota e fëmijëve, jeni mbi qindra tekste, keni shkruar, keni kompozuar këngë, edhe këtu e keni një burim tjetër, dashurie ku prap jeni në botën e fëmijëve. Nuk e di se si më vinë ato tekstet për fëmijë dhe unë vetë nuk e di ndonjëherë. Janë gjëra të cilat i bëj me shumë dashuri, po për ta bërë një tekst për fëmijë ka edhe shumë kriteriume, do të jetë nga bota e fëmijëve, të mos kaloj nga diapazoni i zërit që ka një fëmijë, të jetë teksti shumë i përmbajtshëm, të ketë shumë elemente të bukura brenda, të jetë refreni shpërthyes, të ketë një temë aktuale, si që pata si vjet me 3 këngë mora pjesë dhe morëm çmime të bukura fëmijët. Për shembull si teksti më i mirë, muzika më e mirë, flasim për luftën kundër dhunës, për prindërit, për gjëra shumë të bukura. Por është unë kam shumë kujdes kur kompozoj dhe kur shkruaj tekste për fëmijë, sepse nuk dua të dalë. Ka raste kur dëgjojmë këngë ndonjëherë edhe shumë banale, që fëmijët i bëjnë të rritur para kohë. Kjo nuk më pëlqen. Fëmiu është fëmijë dhe le të ngelet në atë botën ku është. Çfarë roli mendon se ka muzika në kulturën dhe në formimin e një fëmie? Ka një rol shumë të madh, ka një rol shumë të rëndësishëm. Pika e parë, nuk e lën që të ri gjatë gjithë kohës me lojra në telefon, nuk e lër që të bëjë gjëra të pahishme, të mirët me bullizim të shokëve dhe shoqeve, sepse ka një orar të caktuar pune, ka një orar kur ai duhet të koncentrohet në piano, në violinë, në çdo lloj instrumenti, në këndim. Dhe mendoj që kjo ngrit një nivel jo vetëm të fëmisë, por edhe një nivel institucional të shoqërisë ku jetoj. Ne kemi shumë nevojë që të rritemi pak në anën kulturore si popull. Kemi shumë nevojë. Dhe kjo fillon gjithmonë nga fëmijët. Kur jemi te fëmijët edhe ngjitja e tyre e parë në skenë, përmendet pak më herët se është shumë e rëndësishme për ju t'ia mësoni fëmijës skenën dhe interpretimin në skenë. Ju çfarë ndjeni kur i shehni fëmijët tuaj, të cilët ju punoni me ta, i doni si fëmijët tuaj, i trajtoni si fëmijët tuaj kur ata janë të ngjitur në skenë? Ju çfarë përjetoni në ato momente? Çfarë përjetoj? Në atë moment nuk jam as në qiell as në tokë, të them, jam aq e koncentruar si në koncertet e mia, po ashtu edhe tek Blecat. Aq jam e koncentruar sa s'di si të them. Jam në një pezull gjatë gjithë kohës derisa të kryet performimi ose performanca me këndim. Dhe i shoh krejt ato gabimet, ato detajet e vogla, të cilat nuk ja u them menjëherë, po pres një kohë të kalon dhe pastaj fillojmë sepse gabojmë, fëmijë, ato edhe profesionistët gabojnë. Kështu që
në mënyrë më të ëmbël dhe në mënyrë më ndryshe të sqaroj se kjo nuk ishte mirë, kjo nuk ishte mirë, por më dëgjojnë dhe më respektojnë shumë. I kam shumë të mirë. A ka talent pa punë? Talent pa punë nuk ka. Nuk ka. 99% është punë. Është punë. Se përmendet parës dikush ka më shumë talent, dikush më pak, po me punë arrini gjithçka. Këtë doja të pyes, a ka talent sepse ka njerëz inteligjent dhe shumë pak punojnë, dhe ka njerëz shumë punojnë ndërsa më pak janë inteligjent. Në këtë rast me talentin, a ka talent pa punë? Në muzikë është pak më ndryshe, do me thënë ka fëmijë që janë më tepër talent, dhe me ato e ka më lehtë unë të punoj. Dhe më shpejt kalon programi, më shumë vepra realizojmë, ka fëmijë të cilët ngadalë kuptojnë, por pastaj kur e kuptojnë nuk e harrojnë. Ka fëmijë të cilët duan përmendësh të mësojnë, për atë them ka lloj kategorish, dhe për fëmijët të cilët janë me të vërtet shumë të talentuar, unë u kam bërë edhe koncert, u kam organizuar koncerte solistike, gjë të cilën nuk e kanë bërë ende këtu në Tetov, dhe fëmija merr përsipër t'i luajë 10 apo 12 vepra. Do me thënë koncert recital. Edhe ai fëmijë ma ndjehet si një profesionist në skenë. Po mbas atij koncerti, do me thënë, mbas çfarë pune fshihet, çfarë nervoze, çfarë sikleti i dyanshëm, veç ne dy e dim, ne dy palët e dim, po për prindërit është një arritje shumë e madhe, kam shumë mbështetje, mos harroj të them nga ana e prindërve, veç më thujnë, Laurie na trego kur do t'jetë gati, e organizojnë, unë shkoj vetëm si mysafire. Janë shumë të gatshëm të bëjnë çdo gjë për fëmijët. Për fund dua një mesazh për të gjithë ata prindër të cilët shohin pak talent tek fëmijët e tyre të muzikës, dhe si do i motivojenit që ata të marrin iniciativë që të punojnë për të mirën e fëmijëve, të bashkëpunojnë me arsimtar dhe normalisht ta shfaqin dhe ta gryjnë sa më shumë talentin e fëmijët që e kanë në shtëpi. Unë e shoh që prindërit bëjnë ndonjëherë edhe gabim. I kyçin fëmijët në shumë kurse. Dhe ajo është një stërlodhje e madhe për fëmijët. Fëmijët duhet të kanalizohen aty ku kanë. Në sport, dërgojnë në sport, në muzikë, dërgojnë në muzikë. Do me thënë, jo çdo kush mund të bëhet sportist, muzikant, gjutar, për informatik tani kanë do kurse të tjera. Dhe fëmijët shpesh herë edhe te unë kur vinë ti Xhanan, vinë të lodhur. Mësuese, duhet të kryet sepse kam kursin tjetër. Unë mendoj që do të ishte mirë të kanalizohen vetëm në një drejtim ku ato kanë shprehën talent. Po pse jo, muzika ndoshta çdo kush është mirë të jetë, të mirët me diçka të vogël. Të këndoj, të bëj diçka. Është një kënaqësi, pse jo? Është çështja edhe e telefonave, mos harroj ta ceki, që ndikon shumë negativisht tek fëmijët. Edhe në shkollë flas gjithmonë, edhe para prindërve e them, edhe do ta them edhe publikisht gjithmonë që sa më pak në telefon është shumë më mirë. Telefonat i kanë bërë shumë parazit fëmijët, i kanë çdo gjë të gatshme, dhe ka pas raste kur një fëmijë tha ma jep telefonin, tha nuk mundem, tha kam shumë siklet. Nuk mundem, tha të ta jap. Ai veç ma kishte mbarsi nga telefoni, unë u habita, nuk ja mora. E parë sa i fëmijë I fillon të shqetësohet. E po kur të rritet, çka do të ndodhë me atë? Kontrolli i prindërve tek fëmijët duhet të jetë. E po duhet të jetë, duhet të ketë një dënim, duhet të ketë një orar, duhet të ketë diçka. Jo vetëm i çojmë ne fëmijët në përkurse, por ama edhe telefonin Me vete. Sa është i mirë, tash krejt bota funksionon, nuk them, aq edhe është i dëmshëm, duhet të ketë limite. Faleminderit shumë. Faleminderit, kënaqësia ishte imja. Historia e saj është dëshmi se suksesi nuk matet vetëm me çmime dhe trofe, por me gjurmën që lë tek fëmijët, tek brezat dhe tek kultura e një qyteti. Përmes durimit, punës dhe dashurisë për artin,
Ajo ka ndërtuar jo vetëm muzikantë të rinj, por edhe njerëz të ndjeshëm, të disiplinuar dhe të sigurt në vete. Gati 2 dekada në krye të korit të festivalit Vlezat, qindra këngë për fëmijë, 10 koncerte dhe fitore në gara kombëtare e ndërkombëtare janë vetëm një pjesë e rrugëtimit të saj. Por, pas çdo suksesi qëndron një mësuese që beson se pa fëmijët, as muzika nuk do të kishte kuptim. Sepse kur arti bashkohet me edukimin dhe dashurinë, lindin histori që zgjasin më shumë se një skenë, lindin trashëgimi.